Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Irbad ibn Sarije që transmeton thot na këshilloi Muhamedi alayhis salam me një këshill prekëse, nga e cilat na urënqethën trupat dhe na lotuan syt. I tham ja Rasulullah, sikur të jetë kjo këshilla e fundit me të cilën ti po na këshillon. Andaj me çka na këshillon pas teje, pra me këtë këshill ata e kanë vërejtur se sikur po i afrohet e xheli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur pra po afrohet që të shkon tek Allahu, sepse i këshilloi shumë dhe në formë prekse, që ata e kuptuan, ja Rasulullah thanë, sikur të jetë kjo një ndër këshillat e fundit. Andaj na e përmbledh këtë këshill, na e rezumon që ta mbajmë mend pas teje. Pejgamberi alayhis salam atëherë tha, me të vërtet ai i cili do të jetoj pas meje do të shoh përçarje të shumta, do të shoh se muslimanët nuk do të jenë të një fjale. Fa alejkum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Andaj pejgamberi alayhis salam thot, pasojeni sunetin tim dhe sunetin e halifeve të drejtë që do të vinë pas meje. Ka puni thot për të bin nawajith, me dhëmball, ka puni fort për këtë. Dhe ruajuni nga gjërat e shpikura në fe, sepse çdo shpikje në fe është bidat dhe çdo bidat është devim. Thot njëri prej dietarëve, thot pejgamberi alayhis salam e kallzon se cila është smundja kryesore që do ta godet umetin pas tij. Pra, si një mjek i cili i agjen diagnozën smundjes e pastaj i jep ilaçin, shërimin. Pejgamberi alayhis salam po na sqaron një ndër smundjet më të mëdha të umetit të tij që do të vinë pas tij është përçarja. Kjo është diagnoza. Ndërsa ilaçi është kapuni për sunetin tim, për sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të shokëve të tij, në krye të cilëve janë 4 halifet e drejtë: Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Othmani radiallahu anhu dhe Aliu radiallahu anhu. Dhe kjo e garanton umetin që të jetë e shpëtuar, pra të jetë prej atyre të cilët janë në hak. Sepse pastaj umetin e goditën fatkeqësi të ndryshme dhe u përzihen pra me mendimet e musliman, në mendimet e muslimanëve u futën ideologji të ndryshme. I përkthyen libra filozofike të filozofisë greke dhe u ndikuan nga kjo metodologji e trajtimit të meseleve, kështu që shumë prej çështjeve të fesë i mohuan për shkak të filozofisë greke. Dhe pra u edukuan njerëz të cilët filozofinë e kishin bazë dhe me të i krahasonin argumentet e fesë të Kuranit dhe Sunetit. Dhe kjo shkaktoi që umeti të përçahet në shumë grupe. Kjo është një ndër shkaqet e para që umeti të përçahet në shumë grupe. Në atë moment kur referenca e tyre nuk ishte Kurani dhe Suneti, po ishte filozofia greke, umeti u përçan në shumë grupe. Sepse filozofia dhe mendja e njeriut asnjëherë nuk mund të pajdohet me mendjen e dikujt tjetër. Dhe shohëm se njerëzit që më së shumti janë përçar janë filozofët. Dhe kur e morën muslimanët këtë, u përçan. Sa dilte një ekstrem këtë anë, dilte ekstremi në anën tjetër. Dolën shijat, dolën në anën tjetër nasibit, dolën havarixhat, dolën në anën tjetër murxhit. E kështu me radhë, pra grupe të ndryshme, të cilët u larguan nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga besimi i drejtë dhe metodologjia e shokëve të tij.